Pra ti i bindesh krijuesit dhe krijuesi do të jap ty e ti do të kënaqesh. Disa prej të parëve musliman kanë thënë, transmetohet se Allahu i madhruar i frymëzoi disa të sinqertë. Unë kam disa prej juve me të cilët më duan mua dhe unë i dua ata. Ata janë të përmalluar me mua dhe unë jam i përmalluar me to. Ata më përmendin mua, por dhe i përmendi ata. Ata shikojnë mirësitë e mia pa pushim, por edhe unë i shikoj ato. Nëse ti do e ndjekësh rrugën e tyre, unë të dua edhe ty. Pra, ti dën, unë du. Në një hadith kutsi, thot. Pra, e janë i ta doni Allahun, që Allahu t'ju doj ju. E janë i t'i bindeni Allahut, që Allahu t'ju jap çka t'ju doj zemra. Prandaj, t'i bindesh Allahut do të thot se suksesi është i sigurt. Selam.